Në fshatin e largët të Klocës, në një shtëpi që mezi qëndron në këmbë, jeton në vetmi Astrid Muço, një 64 vjeçar i braktisur nga gjithçka përveç shpresës. Jetim që në fëmijëri, Astridi ka kaluar një jetë mbushur me vuajtje. Prej 28 vitesh, ai përballet me varfëri ekstreme dhe kushte njerëzore jetese. Shtëpia e tij është e rrënuar, çati apikon, muret janë të lagur dhe dyert nuk mund të ndalojnë as herën as shiun. Ajo që dikur quhej stres, sot është një barrikadë përballë dhimbjes dhe të ftohtit. Jetesa për të është një betejë e përditshme. Jeton vetëm dhe mbijeton duke mbledhur kanaçe, hekur apo bim medicinali që i shet për të siguruar bukën e gojës. Astridi nuk kërkon lëmosh, ai kërkon vëmendje, dinjitet dhe ndihmë, pasi institucionet siç thot vet e kanë harruar prej vitesh. Ai flet me dhimbje, por edhe me shpresë se ndoshta dikush do ta dëgjojë dhe ta ndihmojë që të mos përfundojë jetën në këtë mjerim. Astrid Muço. Unë jam 64 vjet, edhe marr 21.000 leka, e mbledh ka faqka. Situata time është e vështirë. Dyer s'kam, dritaret ka me plasmas, roba s'kam, shapka nuk kam, për të ngrënë s'kam. Ka mundësi, ju falenderoj me gjithë zemër. Jeta e tij është një histori e gjatë vuajtjesh, ku shpresa është ndoshta vetmi gjë që i ka mbetur. Në një apel emocional për ndihmë, Drita Hoxhallari, motra e tij, thot me slotësht se vëllai i saj ka vuajtur gjithë jetën, nuk ka njohur kurrë gëzim. Drita kërkon nga shqiptarët me zemër të madhe që ta ndihmojnë sadopak, me aq sa mundet secili, sepse ndihma më e vogël, thot ajo, mund të bëjë diferencën mes një jete në errësirë dhe një rrezë shprese për nesër. Jeta e vllait tonë ka qenë shumë i vajtur. I ka zhvajtur që në vogëlit. Ky është rritur jetim, ka qenë 3 ditë. Ky s'ka parë një ditë të bardhë. Gjithë një nga era i rari me të keq veti ka bërë punë çdo gjë. Këtë ashtu i bentizojnë babait ky. Nga keqja e bente, të çfarë bente? Ky ishte, neve ikëm zonë derën e tjetër. Që në mëngjes, a ikëm për kapaçka, a ikëm për hekur, a ikëm për lule, se s'ka çfarë të bëj. Të ndjeri kafshorën e gojës, bukën. Tash ne mundohemi, ta ndihmojmë, po aq kemi, s'kemi dot ta ndihmojmë më shumë. Ju lutem, kush ka mundësi të na ndihmojë për vllahun tim, me gjithë zemër, e me gjithë shpirt. Ju falenderoj të gjithë. Astridi mbijeton duke mbledhur kanaçe dhe bim medicinale, jeton mes lagështisë të ftohtit dhe heshtjes, në një shtëpi që është gati të shembet. Ky apel është një thirrje ndërgjegjeje, një kërkesë që t'i kalon ndihmën materiale, është një thirrje për dinjitet njerëzor.